Në Gjirokastër është zhvilluar Festivali i Shkencës, një aktivitet që ka sjellë në qendër të vëmendjes nxënësit e gjimnazave të qytetit dhe pasionin e tyre për dijen dhe inovacionin. Ky festival u kthye në një hapësirë ku të rinjt prezantuan projektet e tyre kreative duke dëshmuar se shkenca nuk është vetëm teori, por edhe praktikë dhe zgjidhje konkrete për jetën e përditshme. Paraqitemi me një projekt që synon që të ndërlidh trashëgimin me teknologjinë dhe ta paraqes qytetin ton si një ekosistem kulturor që mund të përjetohet me anë të pajisjeve digjitale. Pra, konkretisht kemi nxjerrë dy produkte, të cilat promovojnë Gjirokastrën. I pari është Muzeu Etnografik Virtual i Gjirokastrës, pra është një përvojë virtuale sikur kalon në Gjirokastër. Është një muze dy gjuhësh me informacion të detajuar për çdo objekt me të gjitha dhomat dhe produkti i dytë është një e-book mbi Gjirokastrën, mbi kulinarinë, arkitekturën, figurat e njohura të Gjirokastrës dhe pra përcjell qytetin ton me anë të teknologjisë. Me punën e grup kemi realizuar, morëm një ide që sepse qyteti nuk paraqitet në këtë mënyrë të re dhe bashkëkohore, dhe morëm shkak sepse kishim dëshirë që qytetin ton që është kaq i pasur me histori dhe me kulturë që ta paraqisnim dhe në këtë mënyrë, ta përshtatnim me metodat e reja teknologjike. Nxënësit kanë punuar për javë të tëra për të realizuar projekte në fusha të ndryshme si teknologjia, mjetisi, automatizimi apo inovacionet praktike duke sjellë ide të reja dhe zgjidhje konkrete për problemet reale. Prezantohemi me Smart City, qytet inteligjent me energji të rinovueshme. Tregojmë se si mund të jetë një qytet modern në të ardhmen dhe më i përmirësuar dhe më i zhvilluar për të gjithë njerëzit dhe duke përdorur gjëra të rinovueshme për mos të ndotur më shumë ambienti dhe për të përmirësuar jetën në qytet. Kemi përdorur dhe teknologji të avancuar siç janë mikrobitët dhe qarqet elektrike në seri dhe në paralel. Thjesht krijojmë një ide se si mund të jetë një qytet në të ardhmen. Dhe shpresojmë që të bëhet një qytetet në të ardhmen të bëhet të zhvilluara si ky që ne kemi bërë. Në këtë kuadër, festivali shërbeu si një laborator i vërtet talentesh, ku shpalosën aftësitë krijuese dhe mendimi kritik i të rinjve. Festivali i Shkencës është pjesë e një nisme më të gjerë që po zhvillohet në shkollat e mesme në gjithë vendin, me synimin për të nxitur kërkimin shkencor dhe për të zbuluar potencialin e nxënësve në fusha inovative. Ai përbën një mundësi të rëndësishme për të promovuar dijen, bashkëpunimin dhe zhvillimin e ideve të reja. Përmes këtij aktiviteti, Gjirokastra jo vetëm që forcon rolin e saj si një qytet i traditës dhe kulturës, por edhe si një qendër që investon te rinia dhe ardhmja, duke i dhënë hapësirë mendjeve të reja për të ndërtuar botën e nesërme.